14 nxënës që ndjekin drejtimin TIK në shkollën profesionale Thoma Papapano janë duke punuar për krijimin e kaskës inteligjente. Me këtë projekt ata arritën të shkojnë në finale mes 150 projekteve që morën pjesë në një konkurs të zhvilluar në nëntor nga Drejtoria Kombëtare e Rrugëve. Isha shumë i lumtur të merra pjesë sepse në të fund të ditës mundemi dhe një ditë mund të shpëtojmë dhe disa jetë. Sepse nga aksidentet fatale janë gjëja më e rrezikshme që mund të ndodhi. Teknologjia më e lartë që ka dalë tani, që bën që është thjesht truri i kaskës, që bën çdo zgjedhje të dur që i duhet, ka sensor IR që është me dritë infra të kuqe, që bën të mundur që truri të kuptojë që kaska është vendosur saktë. Dhe ta lejoj përdoruesin ta përdori ose biçikletën ose motorin ose skuteri. Kaska inteligjente ndihmon drejtuesit e mjeteve për një udhëtim të sigurt, por ajo funksionon edhe në rast të aksidentesh. Ne kemi bërë kaskën inteligjente, e cila nuk është thjesht një kaskë motori, por është një kaskë e pajisur me sensor të ndryshëm, e cila e ndihmon drejtuesit e mjeteve motorike që të kenë një udhëtim sa më të sigurt. Dhe në rast aksidentesh, kaska ju vjen shumë në ndihmë dhe nëse ata janë të pavetëdijshëm, kaska bën në moment automatik komunikimin me spitalin dhe me policinë, pasi kaska është e pajisur me GPS ku tregohet vendodhja në momentin e aksidentit. Ne kemi zhvilluar këtë kaskë për të qenë inteligjente ku kaska që ne kemi edhe këtu, që jemi duke e zhvilluar si projekt, është e pajisur edhe me head-upin, ku do të paraqiten të gjitha të dhënat e udhëtimit, adresa, gjëra ku drejtuesi i mjetit të jetë sa më i sigurt gjatë udhëtimit. Kaska inteligjente, projektuar nga këta të rinj, pritet të përfundojë pas mbritjes së sensorëve të cilët janë porositur jashtë vendit, ndërkohë mësojmë se kjo nuk do të jetë e vetmja. Në planet e tyre është edhe krijimi i një helmete që mund të përdoret edhe nga punëtorët për sigurimin e shëndetit të tyre gjatë kohës që janë në proces pune.